Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë të programit, do të flasim pikërisht për një ekspozitë shumë interesante, e cila është çelur në datën 20 janar nga Banka e Shqipërisë, e titulluar Paraja rrëfen. 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë. Është një ekspozitë e cila vjen me rastin e 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë dhe hedhjes në qarkullim të monedhës së parë kombëtare. Është një ekspozitë shumë interesante për cilën ne do të flasim sot në studio me të ftuarën tonë, është Arlinda Koleniço, përgjegjëse e zyrës së botimeve dhe kërkimeve në Bankën e Shqipërisë dhe njëkohësisht kuratore e ekspozitës. Është organizuar një aktivitet i cili e ka prezantuar, le themi, këtë ekspozitë në momentin e çeljes së saj. Ne kemi përgatitur një material, do të shohim se çfarë ka ndodhur aty dhe si është ndërtuar kjo ekspozitë, e cila duhet vizituar, se është vërtet shumë interesante. E ndjekim dhe më pas mësojmë më në detaje se ç'përmban ajo këtu në studio. Paraja rrëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë. Kjo është ekspozita historike e çelur në 20 janar me rastin e 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë, si dhe 100 vjetorit të hedhjes në qarkullim të monedhës sonë të parë kombëtare. E sjell në kujdesin e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës, në ambientet e selisë historike numër 2 të Bankës së Shqipërisë, ose ish Hotel Dajti, kjo ekspozit ka për qëllim të përshkojë një shekull të historisë monetare dhe financiare të vendit, përmes dokumentave dhe objekteve me vlerë të vyer historike, të ardhura kryesisht nga Arkivi Qendror Shtetëror i Romës. Në këtë udhtim banka ka vepruar në pothuajse të gjitha regjimet monetare, duke filluar nga standardi i jarit, te kontrolli i fortë i planifikimit të centralizuar dhe deri tek kornizat moderne të politikës monetare dhe synimit të stabilitetit të çmimeve që ne kemi sot. Historia e Bankës Qendrore dhe monedhës shqiptare që rrëfehet përmes kësaj ekspozite pasqyron evolucionin e vetë vendit në 3 faza të dallueshme, të formësuara nga ndryshimet në sistemet politike, zhvillimet gjeopolitike dhe ngjarjet ekonomike. Ekspozita Paraja rrëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë do të qëndrojë e hapur për të gjithë vizitorët për 6 muaj rresht deri në datën 20 korrik. Ekspozita dhe duket kaq interesante, duhet vizituar, merrni dhe fëmijët me vete, kush i ka të vegjël për t'i dhënë një tjetër informacion dhe një tjetër këndvështrim të gjërave të historisë sonë, e parë ndërkohë nëpërmjet evoluimit të monedhës edhe ndryshimeve që ajo ka pasur gjatë viteve. Çfarë është kjo ekspozitë, le të themi, çfarë përfaqëson dhe si lind ideja për të sjellë një ekspozitë kësaj natyre? Ju falenderoj për ftesën si fillim dhe dua të them që në kuadër të 100 vjetorit ne si vitin e kaluar kremtuam 100 vjetorin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, themelimin e saj në shtator, dhe si vjet, pra një vit më pas, hedhjen në qarkullim të monedhës së parë kombëtare. Në kuadër të këtyre 2 jubileve kaq të rëndësishëm, Banka e Shqipërisë ka përgatitur një sër programesh edukuese, informuese, konferenca shkencore. Dhe në këtë aspekt, një aktivitet ose një moment shumë rëndësishëm është pikërisht çelja e kësaj ekspozite historike. Është e vendosur në godinën numër 2 të ndërtesën numër 2 të Bankës së Shqipërisë, pikërisht në ambientet e ish Hotel Dajtit. Është një aktivitet dhe një ekspozitë që është kuruar nga Banka e Shqipërisë dhe kemi pasur edhe mbështetjen e Institutit Italian të Kulturës dhe rrëfen mbi 100 vite histori. Pra, e fillojmë me kontekstin historik që përpara krijimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, pra që nga fundi i shekullit të 19, momentet e para të pavarësisë së Shqipërisë dhe nevojën shumë të rëndësishme për krijimin e një banke kombëtare. Më pas vijoi me krijimin e Bankës Kombëtare në 1925-ën, me shtetëzimin e saj në 45-ën dhe me krijimin e Bankës së Shqipërisë në 1992-shin. Kjo është e thënë në vija të përgjithshme. Kjo është e thënë në vija të përgjithshme. Ajo është patjetër, çdo gjë është e detajuar, është ndarë në periudha historike, duke ndjekur gjithë të kronologji ngjarjesh dhe ka momente ku ne ndalemi dhe në aspekte personale. Pra trajtojmë jo vetëm drejtues të këtyre institucioneve të rëndësishme, këtyre 3 institucioneve që janë Banka Kombëtare, Banka e Shtetit dhe Banka e Shqipërisë sot,
por edhe individë të cilët kanë kontribuar në formësimin, në jetësimin e bankës dhe aktivitetit të saj. Shohim kur kthesh pas edhe në xhirimet që ne jemi duke shfaqur, ndryshimi i dizajnit të monedhave shqiptare ndër vitet, të cilat pasqyrojnë edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur ndërkohë në periudha të ndryshme. Si ka ardhur kjo në ekspozitë? Paraja në vetvete nuk është thjesht një mjet pagese, por është edhe një simbol identiteti. Kështu që pikërisht grafika, simbolika e saj na tregon edhe filozofinë apo ideologjinë e kohës. Monedhat dhe kartmonedhat e para shqiptare janë dizenjuar në kohën pra kur u krijua Banka Kombëtare e Shqipërisë nga artistë italian. Dhe përmbajnë pikërisht këtë frymën disi italiane të kohës. Periudat në kohë që monedhat dhe kartmonedhat e realizuara gjatë periudhës së komunizmit, në varësi të popullit mik të kohës, le ta quajmë kështu, pra në fillim kishim Jugoslavinë, kemi kartmonedhat e para që janë emetuar në 47-ën, që janë emetuar gjatë periudhës së miqësisë me Jugosllavinë, mbartin atë frymën e ideologjisë komuniste, edhe e njëjta gjë vijon edhe në kartmonedhat e 49-ës dhe shfaqet edhe më shumë tek ato të 64-ës që janë realizuar në Kinë, në Republikën Popullore të Kinës. Mbartin simbolikën e punëtorit, minatori, kallzat e grupit, ajo gruaja kooperativiste, por edhe zhvillimi i industrisë, sepse gjatë periudhës Kinës kemi një lloj fokusi tek zhvillimi i industrisë së vendit. Ndërkohë, kartmonedhat e tanishme, pra të Bankës së Shqipërisë, kanë një tjetër element, ato nderojnë në një farë mënyrë të gjithë personalitetet e kombit tonë, të cilët i kemi përzgjedhur duke simbolizuar secili prej tyre nga një periudhë historike. Pra duke filluar nga antikiteti me mbretin Gent, që është i vendosur në kartmonedhën 2000 lekë, dhe me radhë në secila nga kartmonedhat tona ne nderojmë një nga periudhat historike të kombit tonë. Gjithçka është prezantuar në këtë ekspozitë është arkive domethënë është në posedim të Bankës së Shqipërisë? Monedhat dhe kartmonedhat janë të Bankës së Shqipërisë, janë përdorur pra koleksionet të muzeut të Bankës së Shqipërisë, foto, imazhe, por edhe dokumentacion, pra shkresa, ligje, të cilat janë gjetur nëpër arkiva. Në arkivin e shtetit, në arkivin tonë të shtetit, por edhe në arkivin e shtetit italian në Rom. Kështu që jemi përpjekur që të fillojmë keni marrë thjesht për hir të ekspozitës për t'i kthyer sërish atje. Ne kemi bërë një lloj përzgjedhje dhe kemi vendosur disa nga materialet më domethënëse ose që ne kemi vlerësuar si më domethënëse të kohës. Cilat janë disa nga objektet më të veçanta të kësaj ekspozite? Është pak objektive, sepse secili i mundi pëlqej diçka ndryshe. Për mua personalisht, duke qenë se monedhat dhe kartmonedhat i njihja dhe më përpara, duke qenë se punoj prej vitesh në Bankën e Shqipërisë tashmë, diçka shumë interesante ishin dosjet e personelit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Në arkivin e shtetit italian në Rom, gjatë një vizite studimore që zhvilluam aty, pam dosjet se si ruaj dokumentacioni për secilin punonjës të Bankës së Shqipërisë. Të ruheshin në Rom, për çdo punonjës këtu në Shqipëri. Sepse po flasim për vitet para 45, pikërisht. Secili prej tyre kishte një skedë teknike që tregonte jo vetëm kur kishte lindur, kur ishte punësuar, por dhe të dhënat e tij familjare. Pra mamaja, babai, vëllezrit, statusi civil i secilit, feja e secilit, kishte ato letrat e rekomandimeve, siç i kemi dhe sot, referenca të famshme. Por ishin të ruajtura të gjitha me një skrupulozitet shumë interesante. Keni shumë kohë që punoni për organizimin e kësaj ekspozite? Kemi 2-3 vjet. 2-3 vite? 2-3 vite. Po është bërë një punë fantastike ndërkohë. Përgëzime shumë ty si kuratore, edhe të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj që keni pasur. Jemi 3 në fakt. 3 kuratorë. Dhe edhe bashkëpunëtorë të tjerë, pra të cilët kanë kontribuar në realizimin e kësaj ekspozite. Kemi një studio, kishim një studio dizajni dhe arkitekture që bëri dizajnin dhe ndoqi gjithë këtë punën vizive, le të themi, imazhin grafik të ekspozitës, një tjetër studio shqiptare që kuroi produksionin dhe realizimin teknik të saj, dhe pastaj bashkëpunëtorë të tjerë të jashtëm, pra një sër bashkëpunëtorësh, në mënyrë që paraqitja dhe historia e treguar në këtë ekspozitë ishte sa më e plotë, dhe të mos ngelej thjesht tek monedhat dhe kartmonedhat. Nëse një fëmijë vjen dhe viziton këtë ekspozitë, çfarë merr? Si mendon, çfarë percepton një fëmijë?
më së shumti. Në qoftë se një fëmijë i shpjegohet në mënyrën e duhur, kupton pak se si ka ndryshuar pra historia e vendit tonë në epoka të ndryshme. Megjithatë është një ekspozit më së shumti për të ndryshime politike, po edhe besoj ndryshimet ekonomike që ka pasur, sepse reflektohen në një farë mënyre. Do me thënë ekspozit nuk trajtojmë thjesht aspektin ekonomik, por është një ndërthurje midis zhvillimeve politike të kohës, midis zhvillimeve ekonomike, po se po dhe monetare, kualiteti i monedhës, lloji i monedhës, siguria e saj e reflekton stadin ekonomik të një vendi? Patjetër, sigurisht, sepse në 25-ën Banka Kombëtare e Shqipërisë filloi me kishte standardin e arit, zbatonte standardin e arit. Pra, një kartë monedhë prej letre kishte të njëjtën vlerë me një monedhë të arit të kohës. Edhe më pas, duke u rritur, duke u fuqizuar edhe në disi ekonomikisht, edhe duke u bërë edhe monedha më e sigurt, apo jo, me të gjitha ato masat e sigurisë të cilat tashmë kanë ndryshuar edhe dizajnuar dhe shumë bukur. Me siguri aty do keni mundësi edhe të bëni seleksionimin tuaj dhe të zgjidhni cila është monedha më e bukur ose dizajnuar më bukur ndër vite. Momente nostalgjie pa diskutim që do të ketë, sepse i kemi jetuar ato monedha, ato para, prerje, kështu që është një moment për të rikthyer pas në kohë dhe për të kujtuar edhe momente nga jeta juaj. Shoh që kemi edhe një çantë këtu me titullin e ekspozitës Paraja Rofen. Është një çantë, është një dhuratë për të gjithë pjesëmarrësit në ceremoninë e inaugurimit pra e çeljes së kësaj ekspozite. Faleminderit. Kjo është emri, titulli i ekspozitës Paraja Rofen dhe shoh që pas ka një album të bukur. Është një botim mjaft luksos. Sa i bukur që nga. Është historia monetare. Nga profesor doktor Aristotel Pano. Është historia monetare shqiptare dhe institucioni i bankës tonë. Pra nga pavarësia nga 1912 deri në ditët tona. Duket shumë interesant dhe çmuar nga profesor Pano. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë profesor Panos, faleminderit juve. Do të jetë një kujtim i bukur. Ky edhe më pëlqen shumë edhe kopertina që keni zgjedhur. Kështu që përgëzime të gjithë edhe një herë. Deri kur do të qëndrojë ekspozita e hapur? Ekspozita qëndron e hapur deri në 20 korrik, pra për 6 muaj. Kështu që do të kemi kohë ta vizitojmë dhe ndoshta ta rivizitojmë. Është diçka që nuk duhet humbur, duhet parë sepse ka shumë gjëra edhe për të rriturit, po thash vlen edhe për fëmijët, kështu që edhe me fëmijët me vete është bukur të vizitohet. Të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit edhe për këtë dhuratë të bukur edhe këtë spilën që me portretin e Skënderbeut, Money Talks, shumë e bukur dhe kjo dhe këtë do ruaj si një kujtim veçantë për këtë për këtë ekspozit. Të falenderoj shumë Arlinda që ishe me ne dhe juroj punë të mbar. Përgëzim edhe një herë për këtë punë të shkëlqyer që keni bërë në organizimin dhe ndërtimin e kësaj ekspozite me shumë vlera historike, pa diskutim për vendin tonë. Ne do të kemi publicitet, do të themi pas pak.